Nisma për hapjen e PDV-s është detyrim elementar i Këshillit Bashkiak. Në qoftë se Këshilli Bashkiak nuk pranon të fusi grupin hetimor në pjesë të procedurës së tij, do të bëhet pjesë e proceseve tona gjyqësore. Ne do të jemi atje në mbledhjen tjetër të Këshillit Bashkiak, të gjithë kështu siç jemi brenda në Këshill Bashkiak për të parë me emër, me zë e me figurë kush e kundërshton hapjen e këtij po themi komisioni hetimor. Ne do të krijojmë forumin konsultativ vendor. Forumi konsultativ vendor, për dijenin tuaj, është një forum i cili e njeh dhe ligji urbanistikës, e njeh dhe ligji OJQ-ve. E gjithë kjo lagje do mblidhet në një lëvizje të përbashkët dhe do reagojë gjitha bashkë. Por çdo shtëpi që do preket në këtë banesë, ai forum do reagojë tëri. Ne sot shpallim fillimin e këtij forumi, i cili do të jetë në mbrojtje të gjithë banorëve të prekur nga projekti i tij. Ne do vazhdojmë të mbrojmë me gjak shtëpia tona. Ne nuk jemi thjesht pika të kuqe në hartë, ne jemi njerëz, ne kemi investuar, prindrit tanë kanë lanë gjakun e tyre. Ne nuk jemi numra, ne jemi njerëz, jemi histori, kemi rënj, kemi dinjitet. Është e papranueshme nga ana jonë dhe gjithë njerëzit janë vetëm një pjesë, sepse pjesa tjetër do të na bashkohet shumë shpejt forumi që ne kemi ngritur, sepse ne nuk dalemi dhe nuk largohemi nga prona tona. Dhe i shemim se do bëjmë lulishte. Unë mas shtëpisë time kam lulishte, mrapa kam lulishte. Aty 20 metra mas asaj po bëhet një hotel tjetër. Mund mren zona amfiteatrit, te kap zona amfiteatrit ku jam unë. Që për ne nuk ka festa, për ne ka një tmerr me këtë që po na bën shteti. Po prishen shtëpiat ashtu si i do kokra qefit, ke qez me aferës e mora vesh që do bjeri rruga. Po gene qa do bjeri që mora prish shtëpiat? Lulishte? Kjo protestë nuk mbaron sot. Ne do të jemi të pranishëm në çdo hap, në çdo proces dhe në çdo ndërhyrje që do të bëhet në këtë zonë. Vetëm të bashkuar mund të mbrojmë të drejtat tona, hishtja nuk është më alternativë. Të prishet ky projekt, të pezullohet komplet, ne duam të rrim në shtëpiat tona. Ke shtëpia ime 2 metra lart, ishte lulishte që ul të gjithë lagja ul tek ajo lulishte. E prishë, po ndërtoj pallatin. E kërkojmë mos prishjen e godinës. Si tonën, po edhe gjithë banorëve tjerë, sepse aty unë jam 70 vjeç, aty kam lindur. Imagjino prindrit tanë. Kështu që mas 70 vjetësh ku do dalim ne në rrugë?